Mirëmëngjes, miq të dashur, mirë se erdhët. Jemi ritakuar duke ju uruar gjithëve një javë të mbar, si çdo mëngjes në vilën tonë të përditshme. Mirëmëngjes Kati. Mirëmëngjes, të dashur. Faleminderit gjithashtu edhe për ty. Mirëmëngjes të ju të dashur Anvisa. Ju urojmë një ditë bukur, një javë të mbar dhe ju ftojmë këtu tek Andyni gatimit për të parë receta që të përcjellim për juve sot. Dhe kemi filluar për të përgatitur një briam të cilin do të bëhet, është tradicional faktikisht. E bëjnë zonja çame, ato e bëjnë me djath, e bëjnë zona jugut që e bëjnë edhe pa djath, ne do ta bëjmë me djath sot, përveç se orizit, erzat, qepën, vezë, qumshi, do të shtojmë edhe djath. Kështu që do të na bëhet një briam shumë i mirë dhe shumë i shijshëm. Kam filluar unë për të kavërdisur qepën e thatë qepët e njoma dhe këtu kam kopër majdanos. Mirë është që të hidhni më tepër kopër. Më shumë kopër, të ndihet më shumë kopëri. Sikur kemi tufza, kemi 2 tufza kopër dhe 1 majdanos. Do të jetë më mirë për ta përgatitur. Ndërkohë, le ta fillojmë si recetë një herë që ta meqenëse se e filluam, t'i japim vëmendje. Kemi thuar, domethënë ka vërdisur me vaj edhe me gjarp qepën e thatë qepën e njom, shtuam edhe erzat, këtu në një enë kemi vendosur, nëse do të kemi 1 filxhan oriz, 2 filxhan më falni oriz, sepse ka që e kam vërë si recet, por unë do të bëjmë 1 filxhan se kam tavën më të vogël. Kështu që nëse do të kemi 1 filxhan, do të edhim 1 filxhan qumësh, 1 filxhan ujë. Nëse do të kemi 2, do të bëhet e kundërta, 2 filxhan qumësh, 2 filxhan ujë. Dhe pa tjetër që do të kemi këtu edhe vezë, kripon edhe piperin, që do të thotë hedh edhe piperun tani këtu tek erzat. Nëse keni të freskët që e bloni në moment, do të jetë akoma edhe më mirë. Të hedhim edhe krip. Ndërkohë që prekim me duar përbërësit dhe i përmendim sipas radhës së punës, po ju kujtoj se të gjithë këto përbërës ju i gjeni njësoj si ne në të gjitha pikat e dyqaneve në Rantin. Në Rantin e gjeni kudo në fakt, ajo është në çdo lagje të Shqipërisë, e gjeni gjithashtu në Kosovë, kështu që ju a propozojmë vazhdimisht nga këndi yni i gatimit si një alternativë perfekte në fakt për të mirë ushqyer dhe për të patur ide dhe larmishmëri në të gjitha vaktet tuaja të ditës, madje edhe në gjëra që mund t'i merrni me vete, sepse ka edhe snacksat shumë të lezetshëm edhe shumë të shijshëm dhe shumë të shëndetshëm. Mund të krijoni me produktet në Ranci gjithçka, receta tradicionale, receta moderne, receta aziatike, mund të bëni ëmbëlsira, sepse aty gjeni çdo përbërës që i nevojitet, çdo recete që ju keni ndërmend të realizoni në familjet tuaja, ashtu sikurse bëjmë dhe ne këtu, kështu që propozimet ju e sjellim 2 herë në javë nga Vila 24, për më shumë keni YouTube-in dhe i keni aty për t'i ripare, për t'i gatuar e për t'i shijuar. Po, Anila, ndërkohë të dashur Anvisa, këtu kemi vendosur 1 filxhan, do me thënë unë e kam masur me këtë enën, sikur t'jetë 1 filxhan. 1 filxhan ujë, do t'edhe edhe 1 filxhan qumësht. Do t'i lëmë mirë është që të përdorim të qumshin blu, faktikisht që ka më tepër i ndyrë, ta bëjmë pak më të plot, më të shijshëm. Që në gatime, qumshi duhet zgjedhur me yndyrë të lartë, të ndihet pak. Të ndihet pak. Tani këtu unë hedh edhe orizin, të cilin e kam të lartë më përpara. Si është një, si thuash, kavërdisje të lehtë. Kemi qumshin e ngrohtë dhe ujë. Pasi neve e zbutin, do me thënë e kavërdisim lehtë as kështu, do ta kthejmë në tavë, do të hedhim qumshin dhe ujin, pa tjetër edhe djathin. Okej. E hedhim në tavë. Kjo të marim të kokrat e fundit të orizit anil, do të hedh pak qumështu. Ashtu, që të më ngrohet. E do mbaj pak qumësh që do të më duhet për të regluar temperaturën e vezëve. Të lutem Anila, djathin është ky këtej. Djathin e bardhë? Djathin e bardhë, po, jo djathin e shkrirë. Ti hedhim edhe, me qënëse neve në ndimon kjo se kemi këshiko, copë zakëshu, gjë që në ndimon. Për hapet vetë, po për hapet vetë, nuk ka nevoj për të thërmuar. Edhe një dhe është mjaftueshëm, nuk ka nevojë për më tepër, është mjaftueshëm. Edhe se edhe po ra pak hir djathi, shëllir, nuk ka problem fare, përkundrazi i jep shumë shije. Tani
Pasi kemi bërë gati kështu, qumshi është të ngrohur. E hedhim. E trazojmë një çik. E vendosim pak, do me thënë, në furr për 2-3 minuta, do me thënë një mbledhje të orizit. Dhe se këtë poshtë e kemi ndesë. Dhe pastaj, se kam idenë se mund të vazhdojmë të heqë recet, po do prestim të nxjerrim nga furra përsëri tavën dhe pastaj çfarë bëjmë në këtë kohë? Anila, tani këtu kemi vezët. Po. Do të marrim një pirun, do të përzijem vezët me qumshi. Qumshi duhet të jetë i nxehtë. Te vezët hedhim një majës krip, që të na i pjek. Dhe do të hedhim qumshin në mënyrë graduale. Ashtu rëkesim majonez, me qëllim që mos të priten vezët. Edhe këtë masën e pregatitur me vezë edhe me qumësht, e hedhim tek tava. Madje gjyshe dhe nëna tona, kur i pikni në furra, nuk i hiqnin fare atë tavën, po kishin një kështu enë, si në tenxhere të vogël, si të themu kështu, edhe ja hidhnin direkt brenda, nuk e nxirnin tavën jashtë. Ashtu, po. Mbaj mend ato. Mos të vizi fare temperatura, do me thënë. Po, mos të... Ja, kjo është, do me thënë, krema. krema. Të tjera, ne, ca gjëra duhet i bëjmë këto. Krema, që bëhet me... Dhe veza nuk pritet. Shiko se si u bë veza, nuk pritet. E kjo të krem me qumësht dhe me vezë. Tani do të nxjerrim nga furra tavën. Ka që mjafton për të qëndruar. Po, s'ka nevojë, thjesht një piksje të lehtë. Në rregull. Dhe pastaj do shohim recetat në ekran. T'ja shtojmë edhe vezën në fakt me qumshin dhe marrim kohën e nevojshme për të lexuar recetat e ditës së sotme. Pasi e nxjerrim nga furra, e të bëjmë një përzierje kështu, sepse orizi qëndron në fund. Edhe tani hedhim edhe këtë kremin me vezë të përgatitur. Kaq? Kaq, edhe në furrë. Edhe piqet, edhe bëhet. Qa të them? Sa kollaj? Anila, gatimet tradicionale janë shumë të thjeshta për të përgatitur, me pak përbërës, por me shumë shije. Sa shpejt. Shumë, ja. Një recet e thjeshtë, e shpejt, e shishme, e shëndetshme dhe mbi të gjitha ekonomike. Okej. E tani, unë do lexoj recetat sa gati të çoj tavën në furrë. Birjan me oriz erëza e djathtë. Na duhen 2 filxhan çaj oriz, 2 filxhan çaj qumësht, 2 filxhan ujë, 1 qep të thatë, 4 qep të njoma, 2 tufëza kopër, 1 majdanoz, 150-200 gram djathë, 3-4 vezë, krip, piper, vaj dhe gjalp. Byrek me djathë dhe krem djathi, na duhet një pako peta të gatshme, 200 gram krem djathi, 300 gram djathë, 4-5 kokra vezë, 1 lugë pluhur pjekës, 800 ml qumësht, gjalp dhe vaj. Do të bëjmë gjithashtu një supë me patate dhe makarona elbi. Për këtë supë na nevojiten 2-3 patate, 1 filxhan makarona elbi, 1 qep, 2 domate pure, 1 lugë turmerik, 1 lugë mix erëzash, majdanoz, krip, piper, vaj dhe gjalp. Shumë mirë. Këto janë recetat për sot që mund të kombinohen shumë mirë edhe me njëra tjetrën, edhe pse supa në fakt i quajtur supë, por do të vi e plotësuar, sepse ka edhe patatet, pra sup gjellë, ka edhe makaronat e elbit, nuk është ajo supa e hollë. Me një salat, kalojt vakti drekës. Okej, ne do mbledhemi me cilën nga recetat? Tani, unë mendoj të filloj me byrekun, edhe pastaj që tani të marim këtë drasën me që kam këtë drasën. Tham që do të përdorim petet e gatshme, paketimi që pam së bashku tani është pikërisht paketimi i madh prej 1 kilogramësh, që ne e përdorim dhe e ripërdorim disa herë, që është e vërteta sepse ka shumë, ndaj edhe ju mund të bëni një zgjedhje të tillë, ose me një paketim të sillni 2 variante byreqesh në shtëpinë tuaj, apo ta përdorni edhe për ndonjë ëmbëlsirë që preferohen petat e gatshme, edhe nëse petat nuk e kemi ruajtur ashtu siç duhet dhe na ndodh që të na thahen sepse si kemi mbështjell mirë apo na kanë tepruar dhe si kemi konsumuar, ka forma të
byreqeve, është një zgjidhje. po, që i coptojmë. Kemi dhe baking powder. I përzijemi e mirë. E kam pëtu se duam dhe një luk baking powder. Disa e bëjnë me ujë të gazuar, faktikisht nuk është gabim. është si thua një zgjidhje për t'i dhënë volum. Por ne në vend të ujit të gazuar do të përdorim një lugë të supës baking powder. Është domethënë një zgjidhje shumë e mirë, i jep volum dhe nuk na i qullos. Tani nëse e bëjnë me ujë të gazuar, ku e përdorin ujin? Në momentin e fundit, domethënë që e ahedhin sipër, kështu me qëllim që të rris volumin. E kuptoj. Okej, interesante. Okej. Mirë, ne do të jemi më klasik në gatimin tonë, do të përdorim pluhurin fryrës. Një zgjidhje tjetër është edhe kjo, është tamam si puna e kekut, që i hedhim baking powder ose sod, por që baking powder duhet, soda nuk është e mirë të përdoret në byreqe. I hapim këto, do me thënë. Unë kam këtë tavën edhe mendoj, do me thënë, që mos të më zëj në fundë, sepse nuk është ajo që kemi ato petat që i shtrojmë. Kjo letra është, si tuash, i gjejmë dhe këto tek kompania në Ranzi faktikisht, dhe më ndihmojnë, do me thënë, në kuzhinë për shumë gjëra. Dhe pikërisht për këtë arsye unë kam vendosur, sepse këto petët faktikisht edhe nga që do t'idhet edhe ai qumshti, nuk e kanë mundësin që të bëhet ajo shtresa e petës në fund, dhe letra në ndihmon, do me thënë që të jetë një shtres e plot. Thjesht në këtë mënyrë do t'i hedhim, do i gridhim të tjerat, do të hedhim djatin në mes, pas përkas me djat, pastaj do të përgatis këtë qumshin me kremin e djatit, me vezët, me qumshtin, baking powder, me vaj ulliri, me pak gjalp, do t'ja hedhim sipër. Mirë është që ta lëm për një 10 minuta të qetësohet, do me thënë të përthithen të lëngjet që neve do të përgatisim dhe pastaj të vendosim në furrë që të piqet. Ne do shikojmë se si do ta bëjmë tani. Ja, shajmë, patjetër. Kjo është, do me thënë, shtresa e dytë. Gjysëm i hedhim poshtë dhe gjysëm ja hedhim sipër. Dhe përgatisim, tham, atë kremin që do të bëhet me ato përpërës që neve tham. Ja këto. I mbajmë tani këtu për momenti, bëjmë hedhjen e djathit fillimisht. Në këtë rast, djathit. Anila të lutem, e kemi të mirë të lugën e për të hequr të djathit. Ajo është më mirë, do në vona kam zbuluar që është dhe për makaronat. Po. E ke bërë që ka ca aksesor në kuzhinë që ndonjëherë nuk e dim përse janë. Sidomos kur janë sete, për shembull, ti ble dhe ka 12 copa aty. Ti di funksionin e 10 prej tyre, 2 të tjera të dalin tepër. Mirë, mund të futesh brenda te LGBT-a dhe të pyesesh përse është. Mirë, ose të ndonë që ti e ke përdorur gabim gjithë jetën. Ka zgjidhje më tani, Anila? Ka. Tani djathi juve hidhni sipas mundësisë. Por shiko, djathi petët e duan këtë djathin, po jo veç se djathin, neve do të përdorim edhe nga djathi. Edhe kremin e djathit, po. Gjë që do të ndihmoj dhe gjë që do i bëj edhe petët të shishme dhe të shkrifta. Sepse djathi i shkrir, edhe përveç se neve mund të përdorim në makarona, do me thënë gatime me makarona, në pasticjo, do me thënë që ta bëjmë kështu të aromatizuar dhe të bëjmë fetza buke, që bëjnë shumë të mira, në ëmbëlsira të ndryshme. Pra, ky lloj djathi zëvend shumë në kuzhinë, është shumë i përdorshëm. Kështu që mund ta merrni edhe ta përdorni. Edhe kështu, do me thënë krem djathi, çfarë ta shijoni me bukë të thekur. Thekni bukën edhe shumë i mirë. Ta përdorni, vërtet shumë i mirë. Anila, unë mendoj t'i bëj një përzierje që të më bëhet më kremoze. Një pjesë edhe sa të na marri kjo jenë. Okej, në rregull, mirë. Se më bëhet më kremoze kur... Po patjetër, sa ndo e përzien dora. Kjo e bën tamam kremoze. Do shtosh gjë tjetër aty brenda? Do hedh edhe vezët tu brenda. Edhe vezët aty, okej. Pra do ta ndihmoj edhe veza që të krijojë. Edhe pak qumësht. Bukurie. Këtë na bëhet tamam. Edhe pak vaj do t'i hedh. Ja t'i hedhim edhe një lugë. Okej. S'ka gjë. T'ja hedhe pak në fakt se është tepsi e madhe. Edhe pak, 4 lugë të 200 gram. Se ne nuk morëm shumë, jo. Tamam, aq sa duhet. Kemi marrë, kështu që aq sa duhet. nuk do ta lëm mangët. Kam këtë enën këtu.
edhe vaj po pa tjetër, që t'i hedhim vezët një nga një, që t'jemi të sigurt, se është gjynaf të bëjmë gjithë të hargjë. Hedhim një vezë, hedhim edhe vezën tjetër, sa të doni 4 kokra, 3, mirë i bën, nuk i bën dëm, po as dhe ti teprojmë. Ja dhe vezët i hedhim kështu, me thënë të plota. Faleminderit e dashur, thash që të mesha me gjithë këtë. E marrë unë edhe ato. Faleminderit. Shto? Tani, do hedhim një pjesë të vaj këtu, por do t'i hedhim edhe lartë. Ashtu, t'i hedhim edhe pak qumësht, se do se kam halë se mos na... Pluhurin fryrës dhe hedhësh këtu? Këtu, se të razohet më mirë. Marim e pak Ja të edhim 2 nga këto të dhe përsëri edhe shtresën e 2 do t'a bëj me petë, Po. Ky është ai momenti që Katarina thot kujdes se mos ju bie më shumë se ç'duhet. 2 luk. Prandaj juve hidheni përpara në një enë, edhe pastaj hidheni, unë ju hodha 2 luk. Pastaj merreni me luk nga ena. Në rregull. Troket porta. E kalojmë tani në prizë edhe e kthejmë në një masë kremoze. Djathin e shkrirë, vezët, vaj uriri dhe pluhurin fryrës. Edhe qumësht. Dhe tani është gati. Në rregull. Pra, kemi bërë shtresën e parë me petët e gatshme, të coptuara, të shtruara në një tavë ku më parë kemi vendosur letrën e kuzhinës, e duke qenë se petët i kemi të gatshme, pra nuk kemi ato shtresat një nga një. Ashtu ja, po ja u lë vetëm pakës, ta shojmë dhe e kthejmë prap djathin aty. E më pas, si për kemi shtuar kubikët e djathit, që është pikërisht ky djathi i bardhë që na vjen në ndihmë për sallaturina e përgatimet të ndryshme, sepse vetë djathi, siç e kemi thënë, vjen i coptuar dhe i gatshëm. Për te shijes shumë të mirë që ka, nuk ne shkon dëm as një copë, sepse përdoret deri në atë kubikun e fundit që mbetet në enë. Edhe hirën e bëjmë kulaç. Po, asirën nuk e qëmë. E bëjmë kulaç. Dhe bëhet shumë e mirë. Shiko se sa i mirë që bë kjo tani kemi bërë po. Si akullore. Po. Ne ka ndihmuar dhe kremi dhe qumshti Tani, para se të shtojmë atë Anila, ne do të hedhim këto pjesët e tjera. Pjesën e 2 të petëve, po. Dhe pastaj do të shtojmë atë, edhe do t'i shtojmë edhe pak gjalpë, edhe pak vaj përsëri në kryefare. Okej. Atëherë, do të shtrojmë petë, do hedhim të masën që treguam. Në gjalpin ose hedhim copza faktikisht, ose... Si të duash, jo, doja të thuaj që kryejmë këto veprime dhe e kalojmë në furrë për të në temperaturë 180 gradë, dhe jo më tepër, jo 200 gradë, sepse këto janë petë të gatshme, dhe petët e gatshme janë shumë delikate. Duhet ta dina visat këtë, edhe kështu që neve nuk i lëmë në temperaturë të lartë në 200 gradë, duan temperaturë të ullët. Tani e hedhim këtë, duke lëvizur tavën kështu, e zëm nga anët. Edhe plotësojmë komplet që të mbushet komplet kjo pjesa. Tani mua më duhet pak qumësh që të shpërlaj këtë enë, se ka ngelur. E kemi andi? E kam këtu. Do shtojmë sa me dhe gjalpin dhe do e vendosim në furrë. Edhe pak djathë. Sa dallim bën kremi me këta, nga vezët. S'ka gjë. Nuk ka gjë, ajo do të pishe, do të bashkohen me njëra tjetrën. Baroj dhe kjo. Tani të marim dhe një luk tjetër se këto nuk ndahen. Marim këta. Se shkrin dhe gjalpi tani nga temperatura. Është ambienti më i ngrohtë. Kjo do rrisë edhe volumin nga pjesa e vezëve, e baking powderit që hodhëm. Jemi kujdesur për para fura tjetë ndezur në temperaturën 180 gradë dhe do t'a lëni për një 30 minuta dhe do t'a keni gati. Nuk ka nevojë më tepër.
ku kemi mundësi që të vëmë edhe pak këzanil. Ja këtu. Dhe jemi në rregull. Iko dhe kjo, e mbulojmë edhe këtë, e vendosim këtu, i hedhim pak hop. Vajti vetë brenda. Ka qenë e hapur. Aman kjo shishja, të ndaj themi që duhet s'ka që ja. E pikturuam dhe me vaj, dhe vendosim në furr. Tam, temperatura 180 gradë, 30-35 minuta do të shikojmë. Sa jo të marja të ngjyrën. E vendosim në furr dhe ne do të shkëputemi për hapësirën publicitare, do të kthehemi pas pak. Kemi lënë byrjanin në furr me oriz, me erza të freskëta, të cilin do ta shohim, besoj, në pjesën e dytë. Kur të kthehemi, do ta kemi në tryezë, sepse sigurisht që do të bëj shumë. Dhe do të nisim recetën e tretë, se cilën e kemi quajtur supë me makarona elb, por është një pjatë e plotë që mund të jetë vakti juaj për ditën e sotme. Bëhet shumë thjesht, ka pak përbërës, kështu që ne shkojmë në publicitet dhe kur të kthehemi nisim më një herë me gatimin e supës, e ndërkohë do të shohim të përfunduara dhe dy tavat që kemi vendosur në furr. Pas reklamave, jemi këtu. Erdhëm për sëri, ne vazhdojmë të jemi bashkë për të nisur recetën e tretë për sot. Do rilexojmë sigurisht edhe dy të tjerat që kemi bërë në pjesën e parë kur të jetë momenti, do t'i shohim të përfunduara, do t'i shërbejmë në pjata. Tani fokusohemi tek supa. Po, tek supa. Dhe si fillojmë për të përgatitur këtë supën? Atëherë të dashuran disa, si gjithmonë neve themi, fillojmë me qep. Qep, nëse duam, mund të shtojmë edhe në një thelp i hudhër. Sipas dëshirës është kjo faktikisht. Kjo është një recetë që është shumë e kënaqshme, sidomos për fëmijët e vegjël. Nëse duam këtu, tani shtojmë edhe pak gjalp. Edhe duam të shtojmë edhe pak gjalp anila. Dhe kemi kthej. E mora mesazhin. Kështu që të shtojmë edhe pak gjalp, sepse gjalpi i bën shumë shije faktikisht. Edhe kombinimi, gjithmonë në supra faktikisht gjalpi edhe vaj, kanë një kombinim shumë të mirë dhe na i bëjnë ato suprat apo dhe gatimet shumë të shishme. Tani, themi neve supë. Bëj supë nëse shtojmë 1,5 litër ujë. Nëse do shtojmë 1 litër ujë, e kemi si gjellë, se është më e plotë. Kështu që ju e zgjidhni dhe bëni. Nëse doni do me thënë që ta bëni supë, shtoni më tepër lëng, bulion, për t'i dhënë lëng mishi, lëng pule, mix erzishi, neve kemi këtu, çfarë të ndodhet juve në shtëpi. Ose mund të shtoni edhe thjesht vetëm me ujë. Pra hedhim edhe qepën, tek gjalpi dhe tek vaj. E tani të marim këto, ta të rrëzojmë, duke shtuar këtu edhe krip. Ma një lukë. Nga marruar lugët. Makaronat e elbit që kemi zgjedhur sot janë pa gluten. Janë pa gluten, po, këto doja të thoja. Kështu që për fëmijët që kanë probleme me glutenin. Është një gatim shumë i mirë. Gatim i mirë, për të gjithë faktikisht. Po, është një produkt organik, është i lirë nga gluteni, është i pasur me proteina, me hekur, me fosfor, është një produkt italian, si që themi gjithmonë, ka marka të cilat vinë ekskluzive vetëm tek Neranti, kjo është vetëm njëra prej tyre, por ka aq shumë të tjera që ndoshta mund të keni parë në receta që përdoren nga bloker të huaj etj etj, do ja sugjerojnë dhe thoni po mirë, ku ta gjej unë këtë markën e makaronave, të erzave, të djathit, të perimeve të ngrira, të frutave të ngrira, apo të freskëta, apo të thata, gjithçka e gjeni tek Neranci. Pra bëni një vizitë tek Neranci dhe do t'ju zësh syri ato produkte që i keni kërkuar dhe si keni gjetur në vende të tjera. Ka të komplet? Jo, unë thash që t'i hedhi një thelp i hudhër, po ta hedh kështu të plot, që mos të... Që po të duam ja heqim pastaj, po. Thjesht që të aromatizoj pak gjellën, edhe nuk është, jep aq sa duhet shije. Dhe nuk e konsumojnë fëmijët, po e konsumojnë të rriturit. Nuk ka rëndësi, atë aroma dhe shijen e merr. Tani këtu më mbrapa shtojmë edhe domate pure, nuk hedhim salcë, vetëm domate pure. Tani ka domate shumë të mira edhe na i bëjnë shumë të shishme gjellën dhe duam këtu që gjellat na vi pak majoshe e tharët, jo të shtojmë sheqer këtu në këtë lloj gatimi. Ky është një gatim që duam që të vi pak si në shije, do me thënë të afërt, edhe këtë e sjell shija e domates. Prandaj dhe e bën të veçantë.
ky llogatimi bëhet edhe me patate me oriz, bëhet edhe me makarona, më duket Danila sigur e kemi sjell një herë me oriz dhe këtë llogatini. S'mbaj mend, po ndoshta e kemi sjell. Edhe unë shpesh më ndodh t'i harroj recetat të kat, se ne gatuajmë çdo ditë këtu, kështu që nuk është si mbaj mend. Megjithatë ka një mënyrë për t'i rikujtuar, gjë që e bëjmë dhe ne, edhe ju mund ta bëni. Dhe është pikërisht YouTube-i, janë 2 kanalet tona zyrtare në YouTube, kanali zyrtari i televizionit News 24 është këtu, e ndërkohë mund të klikoni edhe këtu, pra nga YouTube-i juaj, klikoni Villa 24, News 24 dhe ju dalin, shiko sa shumë pjata ka aty. Dhe ato janë vetëm pak nga çfarë kemi bërë, se ka pafund e pafund të tjera në 2 sezonet e fundit që ne jemi bashkë me Katerinën, e sigurisht edhe shumë të tjera nga sezonet më të vjetra të Villa 24, por që janë po aq interesante dhe me vlerë. E ndërkohë është Balkan Webi, gjithashtu një tjetër mënyrë që ju na rigjeni, kështu që edhe nëse i harrojmë ne, nuk na lë YouTube-i të harrojmë ka atje. Po, na keni atje, mua dhe Anilën, dhe gatimet tona. Atëre të dashura ndisa, neve pasi kemi hedhur dhe domatin, shikoni që ka filluar të valoj, kam kulluar patatet, shtojmë këtu edhe patatet. Patatet gjithmonë do t'i lëni në ujë, asnjëherë nuk i lëmë patatet pa ujë. Sigurisht që nxihen, po përveç se që nxihen, patatja është mirë të vendoset në ujë për të ikur amidoni tepërt. Kati më duket se u bë. Jo. Po, u bë hiqja Anila. Ta esh qëra të poshtë. Po, zemër. Se gjengjo dhe po s'është bërë e kthejmë prapë. Po jo, po është në piksur ajo, është bërë. Shife pak me furrë hapur? Shumë mirë, shumë mirë. Ja, mirë bëre që hape furrën, e lëmë për 1 minutë. Të dalin avujt, mos na plansa në në fytyrë. këtë pozicion, edhe del avulli dhe pastaj... Tani unë do pres 1 minutë këtu. Më mbaroj minuti ka. Kaloj minutë. Ta që më letu, Kati. Jo, më se më që mos të digjemi është kjo. Fry. E, për. Po, shiko, mua vezët bërëm punë e vetë. Po pra. Edhe vezët, qumshi, erzat, me djatin, bësh shumë e mirë, shumë e shishme. Ajo me pak kos tani në verë, Anila, qatë hash. Shëshërohet mirë, po pra. Po, me kos. Edhe një verë, thash, një ushqim i shishëm për sezon të verës. Tani këtu, Anila, do t'i hedhim edhe një lugë nga ky miksi erzave, kujdes për punën e kripës, të e them gjithmonë, po është kjo që i jep një ekstra shije. Ashtu e vendosim dhe këtë këtu. E gjysmën e sasisë së majdanozit tani, gjysmën tjetër në momentin e fundit. Okej. E trazojmë, i shtojmë edhe ujin e ngrohtë që kam këtu, edhe të shtojmë edhe makaronat. Por, lejmë që të znazin patatet për pak, me thënë një kohë të shkurtër, një 5 minutë, dhe kjo varet dhe nga masa, do me thënë, e prerjes së patateve. Nëse i presin e kubik më të vegjël, i bëjmë shumë shpejt që të kenë masën e... Zjen një me makaronat, të theme, po. Gjë që bëheni në shtëpi faktikisht, sepse është më mirë kurse një kohë, kurse një, dhe edhe lezeshëm gjallin ashtu, dhe supra faktikisht i duan ato kubikët e vegjël. Mundësisht të barabartë nëse zgjidhni disa perime. Kështu që është mirë që ta bëni në atë mënyrë, dhe me thënë duke i zgjedhur për ti përgatitur në kubik të vegjël. Një mbajtje këtu për mbledhjet, e të shkojmë tani këtu Anila si është bërë thua. Ja do ta shohim dhe pas pak do rilexojmë edhe recetat. Më fal, ja ta shohim çik. Jo, më që ka bërë. është bërë? O, shi dhe sa i shkrifët. Shumë i mirë. Po pra, edhe orizjas nuk është qullosur. Jo, ja, shiko, i shkrifët. Neve ma dje do servirim pak të kjo, me që kemi kosot, të kena ta servirim. Po, ta servirim tamam. Presim të na piqet edhe byrekun, edhe ndërkohë do shohim pak në ekran edhe recetat. Unë do hedhe edhe makaronat anë. Po, okej, e shohim edhe momentin e hedhjes së makaronave. I hedhim duke e trazuar. Okej. Ashtu. Edhe kur hedhim makaronat, pastaj duhet një temperaturë mesatare që të zjen. Dhe koha e makaronave 10, do me thënë ajo 10-15 minuta dhe du t'i keni gati, nuk ka nevojë do me thënë të qëndrojnë më tepër. Mundet do me thënë të ulni dhe temperaturën, edhe të bëhet në temperaturë të sobës, pa patur të temperaturën e lartë.
zakonisht makaronat, kur bëhen në gjellë dhe hidhen në momentin që hidhen makaronat, fiket fare soba dhe ato zihen duke, të më thënë që mos të qullosen, zihen temperaturë të sobës pa e patur të ndezur sobën, akoma edhe jo 8-1. Bëhen ashtu, e kam provuar dhe bëhen shumë dhe shumë të mira. Vërtetë? Nuk qullosen. Po. Se bëhen avash-avash, temperatura vjen temperatura duke rënë, edhe ato zihen dhe ai duan makaronat, nuk duan temperaturë të lartë. Okej. Anila, merë konti për Receta do doja të rilexoja, po të domosdoshme për t'i riparë në pjesën e dytë e të fundit të gatimit për sot, për t'ju kujtuar edhe një herë përbërësit që ju do të blini në pikën më të afërt të dyqaneve në Ranxë, nëse do të gatuani birjan me oriz dhe erza e djath. Edhe përbërësit janë si më poshtë, pra është orizja i që do t'ju duhet, është shumë e thjeshtë si recetë, nuk do më shumë se 10 minuta për t'u bërë gati për t'u futur në furrë. Pra, 2 filxhan çaj oriz, 2 filxhan çaj qumësh, 2 filxhan ujë, 1 qep të thatë, 4 qep të njoma, 2 tufuza kopër dhe 1 majdanos, pra thamë që duhet të ndjehet më shumë aroma dhe shija e kopërës në këtë rast, 150-200 gram djath, 3-4 vezë, krip, piper, vaj dhe gjalp. Byrek me djath dhe krem djathi, shumë i mirë do të bëhet, edhe ky byreku dhe shumë shpejt do ta kemi këtu, sepse e ka marrë atë sipërfaqen dhe me sa duket pjekja është duke përfunduar, kemi zgjedhur për të gatuar pikërisht këtë byrek me përbërësit të më poshtëm, një pak kopeta të gatshme në këtë rast, 200 gram krem djathi, 300 gram djath. 4-5 kokra vezë, kemi një lugë pluhur pjekës, 800 ml qumësht, gjalp, vaj. Supa me patate, receta e tretë që ju sapo e pat, pra shumë e thjeshtë edhe kjo për të përgatitur, sepse ka patate dhe makaronat e elbit dhe në tërësi receta është si më poshtë, 2-3 patate, 1 filxhan makarona elbi, 1 qep, 2 tomate pure, 1 lugë turmerik, 1 lugë mix erzash, majdanoz, krip, piper, vaj dhe gjalp. Tani, Kat. Urdo më thuaj dashur. Duhet të nxjerrim byrekun? Kjo është bryami. Tani më bën zili që ta shijoj. E provojen çik, po pra edhe unë me thënë drejtën. Ta merr dy byrona që poshtë. Kaq shumë më pëlqen. Të pëlqen. Si Si e do jeshile apo me bish të thjeshtë? Me bish të thjeshtë, mbahet jeshile. Ashtu. S'na shkon me asnjë gjë më katë, asnjë gjë s'na shkon. Më pëlqen kjo pjesa si për mua se ka këtë. Unë ftes për kopërën, sa herë ta kam thënë që e kam shumë qef. Shëndet moj. E shishme. E mirë është bërë. Shumë e shishme. Kati. Me pak kos. Po pra. Shumë e mirë. Dhe me një salat thjesht fare me domate, kastravec. Jo, unë do ta doja shumë këtë me kos. Ky është një... Edhe me dhallë. Tani, mirë. E bëra më ekonomike, se me një shishe kos bëm 2 shishe dhallë. Shiko, unë marr kosin, hedhi ujë edhe bëj 2 shishe dhallë. Ka është tani se e 2 mbaruam kilogram dhallë, me 1 kilogram. Si e bën ti raportin e dhallit? Kos me ujë? Bëje si të duash, bëje 1 me 1, bëje 1 me gjysëm. E po të trashti. Bëj si të... Atë po them, do ta bësh të hollë, bëj 1 me 1. Unë e kam qef të hollë. Bëje 1 me 1. Mirë se e zgjidhim pastaj, se s'kemi kohë. Sa kemi 1-2 minuta kohë, në mos më pak. Ta nxjerrim... Po, do ta nxjerrim. Nuk e dia, do Natali. S'ka që ne do ta servirim Anil. Jo, gjellën, këtë supën. Ore, mirë që e pam neve se... Po DJ? Po, më se kaq do Jo, më në regull është ajo, pse? Ua, po, që kemi bërë sot. Që kemi bërë sot neve. Jo, nuk na u doj, po, që ka bërë shumë i mirë, shiko. Më e dëgjona se dëgjon ti. Po, unë përndes po flasë, që ta dëgjojnë edhe nga shtëpia. Sa i mirë. Shumë i mirë. Okej. Nuk kemi, këtë nuk do ta provojmë, se duhet të ftohet që ta presim, por që është bërë shumë i mirë. Të provoj vetëm këtë. Provoj vetëm atë kore. E mirë. Me gjithë reklam që po na i bën ti Kati tani, si mund t'riun pa e provuar? Ja, provoj edhe... Mora shumë pak. Po së ndjeva fare? Do ma i bashkë gjithë tavën të ndjesh. Jo se është nëzet. Po shesim tava sot. Shesim. Ikim ne që të ham ta mam, se po ham Ështu, nga pak nga pak. Hajde, ta shërbim edhe gjellën, supën. Apo do e lëm aty, si thua?
Ta sjellim me gjithë tenxhere këtu. Ta sjellim. Shiko, ajo nuk është bërë, kështu që është kot të nxjerrim patate të pagatuara në pjatë se do ta kthejmë gjynaf që ta hedhim Pra, prap. do të gatuhet mundësisht me temperaturë të ulët, tham. Ashtu dhe në fund fare shërbeni me majdanos të freskët edhe që të hani. Thamë, nëse doni ta bëni supë, hidhni 1 litër e gjysmë ujë, nëse doni ta bëni gjell, hidhni vetëm 1 litër ujë, do me thënë që t'jetë më e plot. Edhe këto, ja. Të lumshin duart, të lumshin duart. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndajmë këtë emision bashkë, është një situash kënaqësi e veçantë. Ejmja, që ndër të tjera provoj çdo ditë gatimet e tua kaq të shijshme. Jo vetëm gatimet Anil, por heqim atë stresin e përditshëm. Se kemi stres. E kalojmë. Hajde diskutojmë një këto gjëra. Shkojmë në publicitet. Edhe nesër në orën 9:04 përsëri. Kalofshi bukur. Faleminderit, lumshin duart. Faleminderit e dashur, kënaqësi. Shkëputemi nga kuzhina.